Mbyllim syt. Gjeni një moment shumë të relaksuar, jepjani vetes lejen të jeni plotësisht prezent këtu dhe tani. Në hapin e parë do pastrojmë të gjithë boshtin energjik, se e pa që kodi 14 është pjesë e boshtit energjik të brendshëm. Gjithë boshti brendshëm, që kalon në të gjitha qendrat energjike, apo ato që quhen chakra, një quhet qendra energjike. Dhe pastrojmë, dhe pastaj do fokusohemi në qendrën sakrale. Dhe gjithçka që folëm këtu sot, entuziazmin, gëzimin, aftësinë, kapacitetin tonë për të zhvilluar, të gjetur pasione, do t'i përjetojmë në gjendje meditative, ku ju do jeni në gjendje alfa ose theta nëse e arrini. Dhe në atë gjendje, sugjerimet që unë do jap shkojnë në subconsciencën tuaj shumë herë më lehtë. Dhe kjo është qëllimi, të programojmë mendjen, trupin dhe energjinë tonë me të vërtetën, me kapacitetin tonë, me zjarrin tonë të krijimit. Ku e kemi humbur, le ta risqojmë. Jemi të gjithë me sy të mbyllur, me frymëmarrjen magjike nga hunda. Që dini, në momentin që merrim frymëmarrjen e thellë dhe të ngadalt nga onda. 2, 3, 4. Hapet trupi, shpatullat lirohen, qafa lirohet, koka ulet pak, ndërkohë që i gjithë trupi është mbështetur aty ku je. Dhe në frymëzierje lejoj veten të nxjerrësh të gjithë tensionin, mendimet, rëndesat. Ditën e gjatë. Dhe shih se si trupi është plotësisht present tani, këtu. Edhe njërë tjetër, po me frymëmarrjen nga hunda. Mjeshtëroni formën e frymëmarrjes që të çon ty në gjendje direkt alfa apo theta. Është në mënyrë të natyrshme dhe shumë lehtë 4, me 4 numërime. 2, 3. Nga hunda, shpatullat hapen, qëllimi është të krijojmë kapacitet të ri, hapësirë të re. Frymërin frymë barku, krahërori, diafragma, në të njëjtën kohë ndodhen të tre lëvizjet në frymëmarrje. Në të njëjtën kohë ule shpatullat, në trupin të relaksuar, qafa e liruar. Mund ta bash për 2-3 sekonda. Ndërsa zgjerohet lehtësisht. Dhe nxjerrim jashtë nga goja. Dhe 3, 4. Dhe në këtë moment dua të më imagjinoni një dritë të bardhë mbi kurorën e kokës tuaj. Ndoshta si një dush
ndoshta si një energji rreze të bardha që hyn direkt nga lart në kurorën mbi kokën tënde. Dhe ndërsa vazhdon frymarrjen, dhe trupi është gjithashtu i relaksuar, shife se si kjo rreze drite futet direkt në brenda kokës, në të gjithë trupin tonë, në të gjithë boshtin energjik. Dhe fillon pastron të gjithë boshtin energjik dhe të gjitha qendrat energjike nga koka, fyti, zemra identike, zemra spirituale, zemra fizike, qendra solare në bark, qendra sakrale, qendra e rrënjës dhe drejte në tokë, lejoja të drita, të dush, duke marrë të gjitha pa pastërtit, gjithë shka që nuk është tëndja. Të përcillet në tokë, shije se si gjithë shka kalon dhe përton në tokë. Shije se si nëna tokë e merë me shumë dashuri, si në një formë suporti për ty, duke marrë, duke thithur gjithë shka që nuk është tëndja, mund të përsëritush edhe njerë në frymarrjen tjetër, nga dal, nga barku, diafragma, krahërori, shpatullat ulen, qafa lirohet dhe një rreze drite ose si një dush, të një energjie të bardhë hyn nga lart, ndjej se si prej kurorën tënde të kokës. Prej këtë dy hemisferat, qendrën e kokës dhe fillon të pastroj, të liroj dhe të krijoj një bosht brenda teje, të bardhë, të pastër. Dhe kalon deri në fundin, bazamentin e trupit tënd dhe shife se si formon një bosht drejte në tokë. Në frymarrjen tjetër, po nga barku, zgjeroje, fut ajrin, diafragmën, krahërorin. Shohim energjinë e tokës të ngjitet në këmbët tona dhe të ngjitet dhe të ushqej tani këtë bosht energjik me energjinë e tokës. Dhe të njëjtën kohë të dy arrjedhat e energjisë, një nga kurora lart, energjia hynore e pastër, ndoshta diellore, hyn në boshtin tonë të energjik, ndërkohë që energjia e tokës vjen nga shputat e këmbëve dhe ushqen me pastërtinë, vitalitetin e saj, ndjen se si rrënja e trupit tënd është duke u fuqizuar, duke energjizuar, ndjej se si mbushet me një energji të re. Frymarrjen tjetër, dua të fokusohesh në energjinë e rrënjës. Shih atë si një dhomë, ku depërton ky bosht energjik i pastruar që sapo krijove. Shih tani dhe vëre fokusin në energjinë e tokës, si një dhomë, energjinë e rrënjës tënde. Dhe mbushe me frekuencën e ngjyrës së kuqe. Shih qendrën energjike të rrënjës tënde në një formë dhome dhe mure tani komplet të pastruar nga të dy rrymat energjike që kalojnë në boshtin tënd energjik. Shih atë dhomë komplet të pastruar me mure të pastra, të gjitha muret që rrethojnë atë dhomë dhe çoj energjinë e ngjyrës së kuqe. Lëre të ushqej me pasionin, vitalitetin e ngjyrës së kuqe.
Lyej dhomën, lyej muret e dhomës tënde me ngjyrë të kuqe që të zicëllon. Dhe pasi ta kesh kompletuar plotësisht e të shohësh një fuqi tokëzuese, me ngjyrën e kuqe të prosperitetit, të drejtës tënde hyjnore, toksore, të kesh vitalitet dhe siguri, prosperitet. Për momentin tani shija të dhomë vetëm me mure të pastruara që zizëllojnë në ngjyrë të kuqe. Lehtësisht vazhdojnë frymëmarrjen, mbushin barkun, diafragmën krahërore nga hunda, shpatullat lirohen, zgjerohen, qafa relaksohet. Dhe shohim gjitemi më lart në qendrën tënde sakrale, në hidrocentralin tënd energjik. Shije se si mbushet me ngjyrën e portokallis. Mund të shohësh birle një portokalle të vendosur në atë ngjyrë, në atë pastërti, në atë porozitet. Shive lëngun portokallis se si mbush muret e qendrës tënde sakrale. Shije se si të gjitha muret mbushen me pasionin e ngjyrës portokalli. Lejoje veten të jesh si ai fëmia, i mbushur plot pasion, krimtari. Shije të gjitha portat e kësaj qendre të zicëllojnë nga energjia krijuese pasionante. Shive mund ta shohësh ndoshta si në formë lëngu i portokalles, të mbushja të dhomë dhe ti ndihesh shumë, jo vetëm i energjizuar, por një elektricitet ujor, krijues që shpërthejnë në qendrën tënde sakrale. Shije lëngun portokalli, të mbushit të gjitha kodet e tua dhe shtegun tënd të artë, kodin 14. Shije tani komplet të qartë mbi qendrën tënde sakrale, aty ku e pam në qendrën sakrale të manualit tënd njerëzor. Shija të kod tani që të jetë ajo port të mbushet me këtë energji të lartë pasioni. Shije vete si një fëmijë që fluturon nga pasioni dhe sill në vëmendjen tënde. Çfarë ishte ajo që ti ke dashur me një pasion të madh gjithë jetën tënde? Ndoshta kur ke qenë fëmijë, çfarë është ajo për të cilën njerëzit gjithmonë të kanë komplimentuar? Çfarë është ai pasion, çfarë është ai talent, të cilën ti do ta dhurosh në mënyrë të natyrshme, në mënyrë vullnetare? Ku ke shkuar? Në grupe, komunitete, ku ti shkon edhe shquesh dhe njerëzit maniten nga i pasion tëndi, nga i talent tëndi. Sille në vëmendjen tënde ndërsa e mbush gjithë kodin 14 atë port, shikohet të hapur, të pastruar si një lumë. Për këtë herë është i artë, është i artë. Shije karrocën tënde të mbushur me dhurata të arta, të prura në këtë jetë për ty. Silli në memorien tënde të largë dhe tani shumë të afërt këtu prezente. Çfarë deshifrohet tani në vëmendjen, sa kosciencën tënde, në kujtesën tënde? Si një aftësi tëndje e natyrshme. Çfarë është diçka që ti kur e kujton,
Në këtë moment tani të shpërthen me një gëzim, me një entuziazëm. Ndoshta nuk e ke bërë kur, por është gjithmonë aty, e ke bërë në jetë jetëve. Ke marrë shumë komplimenta, e ke përdorur në çdo moment, kur gatuan, kur flet, kur bizedon, kur kërcen, kur shkruan, kur pikturon. Në çfarë do lloj momente që ke kaluar në jetën tënde? Çfarë është ajo që të gëzon si një fëmijë? Me shumë zel, me shumë lehtësi, ti ato e kryen dhe e bën. Dhe ajo shndërrohet, alkimizohet në çdo moment në mënyrë magjike, në prosperitet, në të ardhura për ty, në bollokun tënd, në dhuratën tënd të bollokut. Shih aty një dhuratë të madhe, vendose me vëmendjen tënde. Çfarë do lloj forme që të ketë ajo dhuratë? Nëse do ta lidhësh me një fjongo të artë, nëse do të mbushësh njën, çfarë do që të jetë? Lejoj sa kosciencën tënde të pranoj dhuratën që inteligjenca e jetës, hyjnorja, Zoti, krijon bashkë me ty. Në këtë port ti bëhesh. Ti bëhesh sepse Zoti do që ti të bëhesh i bollshëm në gjithë shka që zemra jote dëshiron, në gjithë shka që në këtë drejtim dhe rrugëtim në jetën tënde, në çdo pasion tënd ti je dezinjuar, je lindur, të mbushesh me mirënjohje dhe me pasuri materiale, në shkëmbim të zjarit tënd. Kodi 14 quhet hyjnorja mbi zjarr, që do të thotë Zoti është në shërbimin tënd, hyjnorja është në shërbimin tënd, hyjnorja është në kupolën e zjarrit tënd, është aty duke të ruajtur si një pasuri të shenjtë zjarrin e këtij koti tënd. Në këtë moment që ti e ke përjetuar gjithë këtë energji krijuese të lëngët, këtë shkëndij, këtë shkëndij gjenerimi, shije se si ato shkëndija gjenerojnë si një zjarr që hapet në momentin që ti fillon jep frymë, gëzim, entuziazëm. Shije se si ajo zgjerohet, ti nuk mundesh ta ndalosh. Ti nuk mundesh ta ndalosh, ti je aty thjesht me kurajo, me besimin, me vlerën tënde. Preke dhe kupton që ajo është për ty. Është forca e jetës tënde. Ti ekziston sepse ekziston ajo energji. Ky zjarr nuk është vetëm për ty. Ky zjarr është për të gjeneruar bollokun e jetës, bollokun e natyrës. Ky zjarr bashkohet me të gjithë zjarret e tjera unike dhe krijon rrugët e reja të bashkelura në jetë. Ti je këtu të krijosh një rrugë të re, të bashkelur, dhe së bashku krijojnë gjurmë të reja të bashkelura. Ky kod është i ri, unik. Gjenerata pas gjeneratave krijojnë evolucionin, ndryshimin, metamorfozën, transformimin dhe alkimin njerëzore, sepse çdo brez,
sjell alkimin, transformimin dhe zjarin e tij të ri. Ndoshta i panjohur, por është arsyeja pse ti ke ardhur të përjetosh këtë energji të forcës së jetës sakrale. Pa të, ti nuk je i gjallë. Dhe për gjallësën tënde, ti shpërblesh. Shije këtë zjarë se si ndizet në çdo frymarrje natyrshëm, tani ke kaluar në një sinkron të plot, të boshtit energjik që ushqen qendrën sakrale të pastruar dhe të mbushur komplet me ngjyrën dhe portokallin e mureve të saj. Gjithë drejtimin lart në formë në një energjisë tantrike ndjek të lëngë dhe zjarë në të njëjtën kohë të pasuar nga kupola hyjnore që ngjitet lart për të bashkuar me zemrën tënde është gjithmonë vetëm në atë drejtim. Nuk ka nevojë të bësh gjësh monopoli magnetik të rreqës i portës 2 që është gati të bashkoj, ta marri, ta thithi, ta magnetizoj këtë zjarë dhe ta çoj në atë që quhet dhe krijon identitetin tënd. Ti japi magnetizëm monopolit tënd magnetik të vendosur në qendrën e identitetit, në zemrën tënde spirituale, aty ku vetëdia jote e lartë është ullur këm kryq. Shih me një frymarrje të thellë, të gjithë energji të ngjitet lart, dhe të mbushi të gjithë qendrën tënde të identitetit. Shije se si gjysma e trupit tënd në këtë zjarr, në këtë magnetizëm, në këtë energji solare, ushqen tani identitetin tënd. Ushqen magnetizmin tënd. Nuk ka nevojë të bësh asgjë. Ti thjesht ndjek drejtimin dhe sinjalin që porta 2 është aty për ty, që ti vetëm të marrësh në shkëmbim të kësaj vëmendje, kurajo, drejtimi, fokusi, për të mbajtur për këtë pishtar të talentit tënd unik të krijuar për ty dhe veçanërisht për ty, në identitetin dhe në zemrën tënde. Shije zemrën tënde tani të rritet në energji dhe mund të jetë ndoshta në ngjyrën roz, brillante, të ndezur, ose në ngjyrën e gjelbër. Shije të gjitha muret të jenë tani jo vetëm të pastruara, të iluminuara nga boshti energjik që aktivizove, të lyera me rezonancën e ngjyrës së gjelbër ose roz, në varësi çfarë shpirti yt rezonon. Për çdo frymarrje lehtësisht i gjithë trupi yt ka filluar të vibroj, dhe energjia ngjitet lart natyrshëm këtë herë nëpërmjet shtyllës kurizore drejtë në fytin tënd. Shije energjinë e gjelbër, e blu, qiellin blu, rezonancën blu të pastër. Të lyej, të pikturoj të gjithë dhomën tënde të energjisë së fytit të komunikimit, të manifestimit. Shijo gjakun e shpirtit tënd të pastruar me shkëndija në ngjyrën blu, ndërkohë që boshti energjik vazhdon të furnizohet me energjinë e bardhë, i gjithë fyti në ngjyrën blu hapet, zgjerohet, letësohet gjithçka aty. Gjithçka aty është tani e lehtë, e pastruar, dhe ndjen se si zëri yt është kthyer në një frekuencë të lartë. Zëri manifeston
Zjarin e brendshëm, dhuratën tënde unike, është tani duke u shprehur dhe dal nga qendra e fytit. Është duke u shprehur si një dhuratë për të gjithë njerëzimin. Ndërkohë që fyti është zgjeruar, lejoja të hapësirë, të hape të jetë shumë e pastër në qiellin blu. Në frymëren tjetër, ti do ta lidhësh të gjithë këtë identitet tënd, dhurata jote është kthyer tani në një identitet. Dhurata jote unike kërkon kurajon e komunikimit dhe shprehjes tënde. Është ajo që ka ushqyer dhe ngjitet lart të krijojë tani dhe krijon një dritare të re. Shife se si në frymëren tjetër në ballin tënd është hapur një dritare, një koshiencë, një kuptim, një botë, një ekran i ri në ngjyrën violet. Shije se si vizioni i syve të tu tani është ndëruar në një vizion të gjerë, të thellë, të brendshëm, një vizion të gjerë shumë herë, përtej syve të tua fizike. Shije se si aty shkruhet informacioni vetë dijes dhe koshiencës tënde që dhurata jote e identitetit tënd formulon dhe koncepton nga e para në të gjithë hapësirën e syrit tënd të brendshëm tani të iluminuar me ngjyrën violet, të lehtë dhe të ndritshme. Ndërsa gjithë trupi yt vibron në çdo frymërie të ndihesh plotësisht i tokëzuar dhe i ndriçuar në një rrymë që ngjitet lart nëpërmjet shtyllës kurrizore, vazhdon të ndriçojë vizionin tënd të brendshëm për të ngjitur lart në kurorën tënde të kokës. Shi tani se si boshti yt, boshti që krijonte lidhjen me energjinë e lartë të bardhë hynore që futet në kurorën tënde të kokës, tani është i hapur dhe sheh një dhomë të ndriçuar të bardhë. Shije se si qendra jote e inspirimit është komplet e hapur, e pastruar në ngjyrë të bardhë. Është tëndja dhe vetëm tëndja. Asnjë mendim nga jashtë, asnjë inspirim nga jashtë. Është vetëm tëndja. Shije se si është një dhomë bosh, ku ti e mbush e lyen të gjitha muret me ngjyrën e bardhë, të lidhura me boshtin në ngjyrë të silver, boshtin në ngjyrë të argjend, të lidhur me fushën e lartë kuantike. Perfekt, mrekullisht të bukur. E gjithë trupi yt është duke vibruar në një pastërti dhe rezonancë ngjyrash, ylberi të qendrave të tua energjike të iniciuar nga pasioni dhe gjenerimi i zjarit tënd, të dhuratës tënde të artë. Jepi vetes një moment të përjetosh dhe të ndjesh këtë qenie të re, të liruar, të qartë, të aktivizuar, të ndezur me zjarin tënd unik. Familiarizo me atë, jepi vëmendje,
Shije çfarë ngjyre është në qendrën tënde sakrale, në portën tënde të bollokut të kodit 14. Ndjeje, shije, dëgjoje, përjetoje çfarë do lloj forme të vinë natyrshëm për ty. Gjithçka është perfekt. Super. Dhe gradualisht prekim trupin, vim në ndjesit fizike dhe gradualisht vim këtu, hapim syt. Dhe jo e vete në vazhdim, përpara gjumit, të vazhdosh të përjetosh këtë ndjesi. Mendja logjike nuk është e mirë pritur. Në fakt lejoj sa konsciencën tënde të jetë plotësisht këtu me ty. Ajo do vazhdoj punën në 24 orët e ardhshme, të vazhdoj të rikonfigurohet, të rikrijoj një qasje të re, një vëmendje të re, në energjinë e bollokut, pastrimit dhe zjarit tënd të alkimisë tënde unike. Faleminderit për të gjithë ju që ishit këtu prezent, faleminderit për të gjithë ju që do ta dëgjoni në regjistrim. Le të keni një javë në vazhdim, me fokus, kush është pasioni yt, e drejta juaj për të krijuar një jetë, talentin, kompetencën, bollokun tuaj, unik. Në çfarëdo lloj forme që të vinë, në çfarëdo lloj forme që të paraqitet. Në shkruani, do të dëgjoj në komentet kur ta dëgjoni përjetimet tuaja. Faleminderit gjithë ju që po shkruani dhe për përjetimet tuaja. Unë dua në këtë moment të vazhdoni të qëndroni në këtë rezonancë dhe të lejoni sa konsciencën të bëj atë që di të bëj shumë mirë, të konfiguroj për ju. Në çdo moment, tani dhe në vazhdimsi, me bollok, me lehtësi dhe në formë të mrekullive. Kodi 14 krijon mrekulli, për cilën ti je dizenjuar nëse e lejon. Mirënjohës edhe ju që ishit këtu mrekulli, bukur, e u pafshim. Mi shkruani në komentet e regjistrimit të gjitha këto përjetimet tuaja. Natën e mirë, ditën e mirë, kudo ku